Eksportet dhe importet po vjojnë trendin rënës, duke e nisur edhe janarin me tkurrje. Pasojë e këtyre rezultateve, edhe deficiti tregtar ka pësuar ulje. Sipas të dhënave të fundit të Instat, në janar të këtij viti, eksportet e malrave arritën në vlerën e 26.7 miliard lekëve, duke u ulur me 4.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në tkurrjen e eksportit më shumë ka ndikuar negativisht grupi minerale lëndjekse energji elektrike, duke shënuar minus 2.9 përqindje. Në trendin rënës rezultojnë edhe importet e mallrave në vlerën e 57.9 miliardëve. Në uljen e importit prej 4% krahasuar me një vit më parë, ka ndikuar negativisht më shumë grupi materiale ndërtimi dhe metale, duke shënuar minus 2.1 përqindje. Deficiti tregtar gjithashtu ka pësuar ulje, duke shënuar 31 miliard lek. Gjatë janarit, vendet me të cilët Shqipëria ka pësuar uljen më të madhe të eksporteve në krahasim me një vit më parë janë Italia dhe Kosova, ndërsa shtetet me të cilat Shqipëria ka pasur uljen më të madhe të importeve janë Italia dhe Greqia.